ne kemi sjell urdhrin këtu që kanë kaluar 30 ditë, e data 23 sot dhe nuk e lejon të hyjë, sepse Rama do vi sot në parlament dhe i tremben përballjes me Agron Shehajin. Kaq e thjeshtë është. Nuk e lejon të futet brenda, je i përjashtuar ende. I tregojmë na jepni urdhrin, çfarë urdhri keni? Kështu kemi marrë një urdhër me telefon thon. Dhe kjo është e tmerrshme. Kush e kanë marrë urdhrin? Po nuk e thon, ata punonjës garde janë. Por kjo që po ndodh, ajo dhunë që e pati aty është e tmerrshme, domethënë të kapësh zvarr deputetin sepse shkon të bëj detyrë në seancë plenare, kjo është fundi i demokracisë. Dhe këta kanë mbyllur sytë e veshët dhe bëjnë sikur s'po kuptojnë se çfarë po ndodh këtu. Vendi po shkon në konflikt civil nga protesta e të rinjve dhe nuk lejojnë deputetët që të flasin për protestën brenda. Dhe për këtë do mbaj përgjegjësi politike Edi Rama, madje edhe përgjegjësi edhe penale. Nuk mund të ndalosh deputetët të bëjnë detyrën. Vendi po shkon në konflikt civil dhe përgjegjësia që do mbaj Edi Rama do jetë e rëndë, nuk mund ta shmangë dot të përgjegjësia. Faleminderit.